Ja sa herë mund ta përdorni peshqirin e dushit para se ta lani. Ndërkohë, për shumë njerëz mjafton që peshqiri i dushit të ndërrohet vetëm çdo një javë. Pas një dushi me ujë të nxehtë ju e ndjeni veten të pastër dhe rrjedhimisht peshqiri do të qëndrojë i pastër për një kohë, apo jo. E po pavarësisht se trupin e keni shumë të freskët pas një dushi, peshqirët mesatarisht koleksionojnë 10 milion qeliza të vdekura të lëkurës dhe gjithashtu edhe kërpudha apo bakteret të cilat kanë mbijetuar nga dushi. Duke marrë parasysh se peshqiri bie në kontakt edhe me pjesët tuaja të trupit, bakteret transferohen në peshqir dhe më peshqiri nuk është aq i pastër. Gjithashtu në çdo moment që e lini peshqirin të thanë, bakteret shumëzohen vazhdimisht, sepse atmosfera e lagësh nëpër tualete është e përsosur. Prandaj ekspertët rekomandojnë që mos ta përdorni të njëjtin peshqir më shumë se 3 herë.